Mirëqenia nuk është një garë për të fituar, por një rrugë për të shijuar. Është aftësia për të ndjerë jetën në çdo detaj, në frymëmarrjen e mëngjesit, në dritën e diellit, në paqen e heshtjes. Kur e kupton këtë, ndalon së kërkuari lumturinë diku tjetër dhe fillon ta ndërtosh brenda vetes, hap pas hapi, me dashuri dhe me durim.